Silvinjos, pikrisht. Gripshi është një lojtar të cilin e ndjeki prej 6 muajsh dhe më pëlqen shumë. Mehmetin e kam vizituar dhe në Bristol, por kemi shumë trafik në krahun e majtë si Hoxha. Trafik, e shumë interesante kjo Hoxha, trafik. Mos shkoj me gjitha me trafik në krahun e majtë. Po kur i marrim atë krau djathit çojmë krahun e majtë, normal trafik do bëhet atje. A i ke parti që i lëviz në pozicionë? Trafik. Jo, më falë. A i Po shumë lojtarë në atë zonë, Jo, ka trafik, po... Qa do Bajrami në atë krahë? Trafik ka, po... Qa do Bajrami kur ti ke Hoxhën? Kur dush me marti këte... Mos ka fik motorin a i pasë. Kemi këto, nga e djathta fut shu, i panë Barcelonën, këj varianti këshu, Robben, Messi... Riberi. Erdi nga jashtë, edhe erdi me mbi kalime në nënkalime. Pre panë që në Shqipëri s'ka mbi kalime dhe nënkalime, ne kemi rreth rrotullim. Dhe ai po i vjen rreth e rrotull, se ke paças rreth rrotullimit para anglezët e ka rotondo. Anglezët e kanë shpikur rreth rrotullimin e parë. Tani ty të duket ky Silvinjo me Silvinjon e eliminatorëve të kaluara? Jo, ka ndryshuar. Po mirë, të bëj një pyetje unë, një trajner duhet të jetë më i mirë më zotëri në eliminatorët e dyta, sepse në një punë, nëse ti sot e ke emision e parë, nesër do jesh më i mirë, mas i viti më i mirë, mas 2 vitesh do jesh më i mirë. Në çdo punë përmirësohesh. Ky Silvinjo si ka mundësi që vjen shpërthen, ishte rasti domethënë ato golet e Azanit, ka atëherë pas ka qenë trajner i mirë. Në atë kohë ai guxoi. Ishte i ri se nuk ka eksperiencë. Maksimumi që ka qenë ai ka qenë Zvonsi Tites te Brazili. Po. Me që jam tifoz brazilian, po Zvonsi Tites ka qenë. Po. Tani ai kur erdhi vendosi disa kritere. Dhe u qëndroi strikt në ato eliminatore. Dhe cilat ishin ato kritere? Luan gjithmonë lojtari që është në formë, luan lojtari që ka minuta në këmbë, luan lojtari që më përshtatet me skemën e lojës. Këtë radhë nuk bën pikërisht kriteret që vendosi vetë. Luan lojtarë që s'janë formacion bazë, luan lojtarë që s'kan minuta, e gjuan penaltin ai që ka humbur 3 herë sezon, dhe ai që gjute Interi se gjun. Dhe tani ti e kishe këtu Serbi në dorë, e bëje fije. Po të kishin bërë atë gol, ne, mbaronte 3-0 ndeshja. Dhe tani kërkon të vesh atje, pra ti e kishe Letonin aty dhe se mundet dot. Dhe kërkon në tek ndeshje, pra e merr gjithë historinë e grupit, e përball në një tek ndeshje, ku ai ta çon në një katund atje, dhe ne ngelimi të gjithë me sy e vesh tani, a do bëj një magji Silvinjo. Ndërkohë, lista që nxore këtu mbrapa ka vetëm një risi Klismancake. Dhe Klismancake, u kujtua tani, ka 4 vjeç që të kampion, dhe ai Gripshi që shef atjeti, e ka çu Ballkanin 2 herë në grupe, dhe ai thot kemi kohë që vëzhgojmë. Po Gripshi nuk është 20 vjeç, më vajti 32 vjeç. 6 muaj për ta. Po çfarë kur preti? Kur preti? Ky Sheu tani mësoi futbollin. Sheu tani mësoi futbollin. Kur do t'i fusësh? Jo, po su plakëm nuk i ha. Ore, ne futëm Balliun, e kupton, ne kemi futur Balliun 31 vjeç. Ne futëm Hasani 28 vjeç. E kemi Trashi 28 vjeç. Tani, Trashi 28. Nëse ti ja u djegje tapat lojtarëve, patjetër që ti s'do kesh. Dëgjoj çfarë. Dhe fjali e fundit që ta mbyll. Ai i reja kishte shumë probleme për mua. Po kur iku, ai na la një fond shumë të madh lojtarësh. Po pra se kemi me të cilët ky pati sukses. Unë kam frikë që ky kur të iki, fondi që do ta lërë ky do të jetë shumë i kufizuar. Pikërisht, ja çfarë thonë disa lojtarë të ekipit kombëtar për këtë ndeshje të rëndësishme, që Shqipëria do të luajë në datën 11 tetor në Serbi. Kombëtarja është në një situatë që nuk jena të kënaqur në aspektin e lojës, sepse nuk ka kanë një skuadër që ka përullu rezultatet që paktën ka përullu në edicionin e Evropianit, në eliminatorët e Evropianit. Është i kombëtare që i ka mundësit me shku në Evropian, ka mundësi me bë një ndeshje spektakolare, sepse janë 90 minuta jeta vdekje në Serbi, por të njëjtën kohë me ato që ka paraqit, mendoj që nuk ka kanë shumë optimiste edhe për ambientin e futbollit. Serbia është ndeshja e sezonit, mendoj, ndeshja më e rëndësishme. Edhe gjitha forcat e gjithë përqendrimi ka me kënë të kjo ndeshje për me dalë me rezultat pozitiv. Pse jo? Mundena me fitu sepse dhe Serbia ka marrë goditje të madhe në aspektin psikologjik. Trajneri ka humbë diçi Stojkovic, normalisht ka kriju disa disbalanca dhe me grupin e lojtarëve, me disa lojtarë të rëndësishëm. Edhe aty ndeshja fundit me Anglin sigurisht i ka dhënë goditje të rëndë. Jena një kombëtare
në rritje, jena një kombëtare që s'kena bë akoma atë hapin e madh për mu bë kombëtare rëndësishme për në botëror, por eksperienca është çdo gjë, mendoj që eksperienca ka më ndihmu skuadrën dhe futbollistat për me dalë një ditë të qëllimi që kena gjithë për me kanë pjesë e botënorit. Unë kam pas disa rezervat mia për mënyrën e lojës të ekipit kombëtar, jo për një rezultat që nosha për momentin na e marrim. Paktën nga ana e asaj që unë pretendoj te ekipi kombëtar, do të ketë fare një ide, një fiksionim për lojën. Fryma e drejtimit skuadrës është shumë inaktive, duke pas parasysh gjithmonë, duke na lënë thellë në hije, ose duke mos kriju një motivim të skuadrës ndaj disa kundërshtarëve. E vështirë është për ne, do ta pranojmë. Megjithëse Serbia nuk është e para 11 vjetëve, që ka qenë më e mirë. Kështu që kemi mundësi ndoshta të shfrytëzojmë ndoshta jo gjendjet e mira të skuadrës serbe. Nuk i kuptoj shumë gjanat e tija edhe se si ai mund të drejtoj ose të menaxhojë një skuadër. Nuk i kuptoj shumë mirë lëvizjet e tija në fushë apo vendosjen e lojtarëve në fushë. Nëse ka një motivim më të mirë, nëse ka dhe një vendosje të lojtarëve më mirë në fushë, atëherë kemi mundësi se lojtarët ekzistojnë thamon. Edhe sikur dalim barazim do të ishte mirë. Sa për ta fituar vështirë. Po të vazhdojmë të luajmë në këtë mënyrë loje, për shkakun mos do të përqendë. Neve nuk kemi çfarë mbasi, sepse kjo ndeshje vërtet është ndeshje decisive, por na duhet me çdo kush që ne duhet të bëjmë lojë sulmuese. Natyrisht nuk kanë shprehur, edhe më para i për shkakun që do të luajnë lojtarë që aktualisht kanë gjendje më të mirë fizike dhe jo lojtarë për shkakun që nuk luajnë për ekipet e tyre, nuk kanë orë punë të plota. Pra do të thoshë që ekipi jon kombëtar do të vejë atje vjedhur me vendimin për të fituar. Kështu që shpresojmë që ai të zgjidhë 11 më të mirë dhe duhet që neve të shpresojmë për ekipin ton kombëtar. Natyrisht ajo është shumë e fortë, por neve ekipi jon kombëtar nuk do të hap rrugë dhe do patjetër me çdo kush të trafikojë të jap maksimumin e forcave të veta për ta përballuar ekipin serb. Me barabartë është loja, 0-0 fillon dhe ta përfundojmë dhe inshallah mase na realizojmë atë ëndrrën tonë që kemi. Natyrisht i kemi mundësit, qofse Selvinjo do të bëjmë përzgjedhje më të mirë të 11-shë, shpresoj që do dalim me sukses atë ndeshje. Po, ka qenë një ditë e keqe do të thoja nga gjitha anët, që kur u futëm në stadium në autobus, fillon të godit me shishe. Ishte një incident që s'ka të bëjë fare me futbollin, ishte një incident që mund të shkonte edhe në tragjedi, po të ishin futur gjithë tifozat në fushë, shqyr Zotit me aq. Shpresoj mos ketë këto incidente ditën e ndeshjes, zhvillohet një ndeshje normale, fundit është futboll. Diferencën fush normal që e bë grupi, kupto, kemi një grup shumë të mirë, luajmë me çdo kundërshtar, kemi lujtë të barabartë. Kështu që besoj për grupi kemi lojtarë shumë të mirë që luajnë për Europë në ekipet më të mira. Besoj se do arrijmë një rezultat pozitiv, unë kam besim që ndeshja dhe mund ta fitojmë. Din na i parë deri i fundit, din mobilizimin. Shpresoj të luhet futboll. Mirë, jemi këtu folën pra lojtarët e ekipit kombëtar, se ta fizi Rudi Vata, po në Shkodër, se ti vdes për Shkodër. E pash Rudi Vata ishte i pari që e nisim. Shumë mirë. Gjithmonë më mirë do t'jemi. Okej, me brojen jam me Hyse, si e ke? Hysaj apo broja? Do shënoj broja si shkodrane që je? Të shpresojmë, tani të shikojmë. Po. Po mirë ma tani, Shkodra, Mërësia Madhe. Nga Mërësia Madhe. Jo, po të themi dhe vëndin tani, qënë si ka Shkodra?